vjet, cila është periudha më e mirë që ne shqiptarët kanë jetuar? Unë mendoj që periudha më e mirë është periudha pas komunizmit. Kjo që po jetojmë. Po dhe kjo që po jetojmë, jemi njerëz të lirë. Se e tha Kadareja këtë dhe ju hodhën në fyt Kadares, do thënë, kjo që po jetojmë. Vox populi, pra mund të njerëzit tash edhe egzagjerojnë pak, varet se perceptimet, varet edukimi, varet backgroundi, mënyra si janë rritur, edukuar. Por mendoj që periudha që po jetojmë, mas rënies komunizmit deri më sot, me ato hip-hopet, me oscilacionet e veta të mira, me kaosin e 97-ës, me problematikat forta, kontrastet forta, përplasjet forta politike, do thoja, sidomos, gjithsesi njerëzit janë të lirë, fakti që disa edhe shajnë, disa edhe kritikojnë si rastin e Kadares, pra njerëzit janë të lirë, të shprehen, të fokusohen në karrierat e tyre dhe të jenë të suksesshëm. Problematika ka plot, por është pjesë e tranzicionit, drejt konsolidimit të një shteti demokratik. Albanologu Robert Elsi, të njëjtën gjë tha, siç e tha ty tani, bile tha, o shqiptar, tha, ju po jetoni, tha, më mirë se në çdo epokë që keni jetuar. Dhe në një farë mënyre thash, po mirë, si ka mundësi që ne shqiptarët themi po jetojmë keq? Po sepse gjithë një krahasimi bëhet me më të mirën, mendoj unë. Domethënë duke qenë një botë e hapur tashmë, ne nuk jemi më me ato lentet e kalit për të përqendruar vetëm te realiteti jon, por shohim një realitet më të gjerë, 180 gradë, mundësisht 360 gradë sot me inteligjencën artificiale. Dhe ti shikon ku je vetë, statusin tënd personal, familjar apo social, dhe shikon të tjerët që mendojnë që janë më të mirë. Dhe patjetër që ke si qëllim arritjen e një mirëqenie personale apo familjare dhe mendon që ndoshta s'jam aq mirë. Por duke i krahasuar me periudha të tjera, flas në aspektin profesional tash. Kjo është më e mirë. Mendoj që kjo është më e mirë.